që sot po munohet një narrativ më bo që muslimant mjekrosha apo hoxhallarët mjekrosha janë shpionat të servisë. Apo do më bo që ke narrativ. Pse e kanë gjetë një që nuk e njohim, na nuk e dim, s'po gjykoj për ato, po në përgjithësi që munafikat çdo herë kanë ekzistuar. Një shpion i e pare, për pare e shet vitin, e shet edhe grunë edhe fëmijën edhe kret, edhe se ka gojle për islamaj. Ha e ka gojlen e parës. Shkakton problemet shkakton. Në një është njeri i dopt për ka natyra, shantazhohet lehtë, e ka bo një gjyna, e kap shërbimi sekret dhe i thot, unë e ta di çka ki boti. Nëse ti nuk bosh me mu, unë e ti qes për para kret, ki çka ki bo. Edhe ti bosh vegël e tynve, pa dashje. Dhe nanën tjetër, ke hin kamat, ki borgjet mëdhaja, e din shërbimi sekret qoftë, të na zvonë Allah, i kanë bo shërbimi sekret vetë shkive. Po ti çdo shteti, shërbim sekret ku je u kufarve, ti nisaj. Shpioni ati, apo shpioni ati, shpioni ti. Edhe ishe që ki borgje, thot, na ti pagujmë borgje dhe veç me neve për në ti. Po hinën ato luga, Allah në rujtë. Edhe ku të shetë yaj, kur ti flet për fe, a thot lele se ti shpioni. E du të me pas kujtes. Që thjesht ti më tut, mas e mi këqyrë njerëzve cili është shpion, cili është besimtar. Por edhe anën tjetër, du të me pas kujtes atë laje. Ka pas rast, mazni, ka arë njën e pini shtetit, mjekrën e kalshu, ka arë me gelabije, edhe të i nëzit vlazin. Filon shtetin, do të mja kështu, do të mja bo, do të mi qunë hava. Dullë në fund, vete pranaj njëri cijas. Pse po bjen ti në mërin direkte po bosh vegël e ti? Pse s'pe rrujsh vetin? Pse po flet në djathë të shmajt? Bënoj meqen, se i muslimante. Bënoj meqen. Mas të bëjnë budal ty me të kap në fjall, e mas të më fut në burg. Djeni nati o vla me hi në burg për budalakina. Për një fjallë gojë, laf gojë që s'ka asni dobi, edhe me him me shkatru familjen. Do të me pas kujdes, sepse edhe nëse nuk je pjesë e një strukture të keqe, apo të shërbimeve të ndryshme, ti në mërin direkte mushmi shërby shpionëve të huaj që me të shkaktu trazira në vendin tënd, edhe me pas shërë në vendin tënd. Me trajtu këto që mu konë sy qelë. Muslimant më konë sy qelë mos me ra pre e një personive që e ka mjekrën edhe për njerë me thonë, a vla musliman. Po, vla musliman, po, ka dalë të njof njerë, kush jeti? A din që ka ndodhë rastin në Siri? Kom qitë një video, s'pëdi a keni ngu, vetë shërbimi sekret i Siris e ka fut këto brenda aty, edhe kanë po një person pak që është ma agresiv kështu, edhe i kanë thonë qëre, apo ta jepim ty një gjami, në Halep më dohët, edhe ti thiri njerëzit në gjihad. Edhe po del hap të zi për thret njerëzit rinije në gjihad, e shteti ku gjesë po banë. Këta persona vlazni, nëse dalin hap të zi, thrasin për luft, hap të zi, mënyrë individuale, si shteti kur e shpall gjihadin, më konë shteti muslimanëve islam, sa u diçka tjetër, ama hap të zi, nuk arrestohet, nuk bëhet kur gjo për shtetit, dyshoni. Sa është njëri tynve që e nëzit, ose o budal. Që s'ka heqa, po do veç full në djatë shme se ka gole heq. I nëziti rinin vlazni, sunnit, rinin i nëziti në Siri edhe i qoj në Irak. Edhe shkun rinijat shkreti 3, 17, 18, 20 vjet. Edhe i qunë. Shteti vetë. Bile i ka ofru edhe automjete shërbimi i asi. Këta s'kan ditë shkretit. I qoj në Pakistan. I qoj në Irak. Kur Amerika mur vesh, që po vjen sulmi prej njerëzve të Siris, i tha Siris apinal, a unë të hina në Siri, Asadit. Asadi vendosi minal, u kryma misioni, e msheli kufinin këta 3 shkretit me të në Irak. Kur shdo që dënë të më këthy në Siri, futës në burg. A u bojë njëta gjo me Kosovën e me Siri në vlazni? Në fillim i lanë, a shkun, rinia. Kur dëshin më këthy, veç ligjin, tak e ndryshun, edhe të futën në burg. Pse s'po bosh i meqen? Pse për shkakt, qure, deri dje 10 milion i kanë lyp për Sharajin. I kanë lyp 10 milion për kokën e Sharajit, Ahmed Shara, kryetari, presidenti i Siris. Sot, me ka lu taku? Sot njëri ma i mirë. Qure politika që është ndryshon. Bona i meqen. Mos bjen prej politikës. Andaj, ngoni hoxhallarët. Mos ngoni njerëz të paditur, ngoni ulemat, sepse fitnet çdo herë ndodhin.
Dhe muslimani zbën mu hongër prej të njëjtës vrim, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Nëse njerë ki gabu, mos bjerë edhe njerë ati. Bëne davetin dhe disoj popullin që kjo është meri më i madh për anti-islamistat, për ata që e sulmojnë islamin. Kur t'i shohin xhamia tona të mbushme, kur t'i shohin islam, ka erë islamit në vendin ton, çaj është tmerri tynve. Tmerri tynve nuk është na mu qu dhe me boni sulm vetë vrasës në Kosovë. Pse qafirat po sulmojnë, hajde na ta bëjmë në sulm vetë vrasës, nuk është kja. Kjo është dobi e kufarve. A dini rastin e 2014-15, e kum cek shpesh. Kur u arrestun që ata 150 vetë. E kanë zonë një shka prej Serbis me armatim brenda në Gepek që ka dasht me bo sulm në hotelin Grand, në kohën e Krishtlindjeve. Edhe që ka mu lidhë aty? Na lidhëmi. Thot, këta e kanë sulmu, këta kanë bo. Se ju në arrestu o gjallart, ju në arrestu besimtar. E nuk u bën muslimani me rongë të sene. Do të më koni meqëm. Me bo davet, step by step që thuët, dhe më thonë, kada ka dole, ata i të meron kja. E shejtani nuk len step by step. Shejtani, kur ta shetje të cakun, thot, pi një hapë, në 10 hapë për dole, shto. Pas smojsh. Nuk mundesh. Hade shkon tretin në katin e tret, po të katërtin e të pestin nuk mundesh. Andaj ka dole. Se hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ti don me marr ato për një herë, privohesh prej asaj, thot. Andaj është gradualisht duhet me pas, edhe duhet me pas kujdes, mo lidh me xhallar, mo lidh me dietar, mi pa ata xhallar që janë të lidhëm lidhse që i kanë dietar, tan kuon flet për fe, apo i emocionum, namazën e sabat se fal me xhamat. Ku po lypesh ti atëra hajr? Nuk ki hajr. Nëse se fal namazën e sabat me xhamat. Nuk ki hajr Allah. Gjihadi më i madh është mas pari me nifsin tënd, i cili duhet bëhet me namaz sabat fillat. Nëse ti gjihadin më të madh nuk e bën me nifsin tënd, si ke me bë gjihadin para armikut? Që kjo është e para. Gjihadi nifsit. Andaj gjihadi apo ekzekutimet i takojnë institucioneve. Allah na ka thonë, na ka tregu për vlerën e madhe të xhihadit edhe u kry puna. Jo, vëzni, ka dole se nuk është qashtu të qysh, sepse do me shkaktoni, do me të pariparushme. Edhe në fund qka, i dëmton këtë muslimat e nesër kime dhonë logari para Allahut. Kime dhonë logari që e ki bo këto. Andaj du të mi mësu këto lojna. Edhe hoxhallar du të me folën këtë aspekt më shumë. Për gjematin, mi rrujt gjematin. Edhe nëse gjemati rruhet, vllazni, manë në mend, armiqtë e islamit i skenojnë gjëra. Kret qëllimin e kanë te musliman të ri. Mi mledh musliman të ri, mi shkatru, se o vllazni, këtë trina, peshini, Davidin, kushin të e bo? Tridin të e bo, nuk janë plesh të e bo Davidin. Për atë arsye, fokusi i anti-islamistave është tek rinia. Ta rujmë rinin, rune rinin. Dhe bëni davet sa të muni, në për shpijat juja, në të në për xhamia, deke dorsme. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ta ndryshon ju vetën e juj. Allah e vllazni, unë jam më i moqëm se ju, para 20 vjete, që ky interesimi i islamit sot që është, nuk ka qenë. Sot xhamia që është mbushën para 20 vjete, nuk ka qenë. Senet po ndryshojnë për shkak davetit, po veç lypët sabër. Veç bëjmë sabër, të bëjmë, me lena Allah të kanë ndryshu senet insha Allahu ta'ala.